Përshëndetje zonja dhe zotërinj dhe mirë se erdhët në këtë hapësirë MCN Ekonomi. Ditën e sotme do të flasim sërish për pensionet, një temë e ndjeshme për shumë qytetarë shqiptar. Reforma e pensioneve të temi se u harrua, por mbetet një opcion ai pensioneve private. Çfarë po ndodh sa i përket këtyre pensioneve? Do ta bisedojmë me profesorin Elvin Meka, profesor, kënaqësi që të kam sërish në studio. Gjithashtu edhe me zotin Artur Ribaj, kënaqësi që ju kam në studio. Përshëndetje. Zotë Ribaj, desha tani si jam me ju, si funksionon praktikisht sistemi vullnetar i pensioneve? Fondet e pensioneve private janë fondet të cilat administrohen nga shoqëritë e administrimit të fondeve, të licencuar nga Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare dhe shërbejnë si një shtyllë në drejtim të fondit të pensionimit të shqiptarëve. Ekziston mundësia për çdo që të mund të investoj parat e tij në këto fonde pensioni. Kush është, le të themi, mundësia e mirë që për hir të vërtetës stafi i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare dhe që punojnë për këtë sektor, por edhe qeveria ka mundësuar, është ligji i ri i miratuar dhe hyrë në fuqi në 2024, i cili mundëson të gjithë të punësuarve, po dhe punëdhënësve, të kontribojnë deri në 40.000 lekë të reja në vit, në muaj, për fondin e pensionit. Dhe kjo bet automatikisht e shmangur nga detyrimet tatimore mbi të ardhurat. Gjithashtu, kjo mundësi, ligji ka krijuar hapësirën që të mos jetë më një shifër fikse, siç ka qenë në të mëparshmin, po të jetë një shifër e lëvizshme, e lidhur kjo me pagën minimale. Pra nëse do të gjithmonë që dihet tendencat se si janë, paga minimale shkojnë drejt rritjes, pra dhe kjo bazë do shkojë drejt rritjes. Pse është me interes? Është me interes që të gjithë kanë një detyrim tatimor mbi të ardhurat që marrin pagën. Apo jo? Besoj se i paguan dhe kushdo tjetër që është i punësuar. Nëse ti një pjesë të kësaj page që ti ke, të pagës bruto, ti e çon në drejtim të fondit pensionit privat, atëherë automatikisht të shmanget detyrimet tatimore që ke për të paguar. Por kjo nuk është thjesht që ti merr dhe vendos aty dhe shmangesh tatimit, por ajo investohet. Investohet me investim të interesave për interesat që themi ne në gjuhën bankare të akumuluara. Të krijon mundësinë të kesh kthimin nga investimi me norma shumë më të mira se sa ti mbash ato para në depozit. Dhe gjithashtu, të krijon mundësinë që kur ti mbush moshën e pensionit, ti të tërheqësh të gjithë këtë kontribut që ti ke dhënë, por dhe kthimin nga investimi që ti ke bërë, pa paguar detyrime tatimore për tërheqjet, por vetëm për përfitimin nga investimi, por jo për investimin vetë që ti ke bërë. Pra, në një farë mënyrë ligji ka mundësuar të gjithë të punësuarve të kenë hapësirën për të kontribuar për veten e tyre për kohën e pensionit, duke pas mundësinë të bëjnë një evazion të ligjshëm. E kuptoj. Profesor, kemi qenë së bashku në studio kur kemi folur për reformën e pensioneve. Po e them në një lloj forme keni quajtur arnim, nuk është reforma ajo që kemi folur së bashku. A është një zgjidhje kjo që ofrohet tashmë me ligjin e ri, pensionet private? Natyrisht, ligji 2023, pra që faktikisht u miratuar në Parlament 2020, është shpërthyer pak më vonë fuqi, sigurisht që bëri disa rregullime, më mirë themi, ose krijoi dhe disa avantazhe kryesisht fiskale, ose lehtësi, më mirë themi fiskale, dhe një adresim më të mirë në terma sasior, për sa i përket pjesëmarrjes mundshme të qytetarëve shqiptar në shtyllën e dytë pensioneve, por për fat keq nuk është se bëri ndonjë gjë nga revolucionare, ndryshim madhor, në mënyrën ose në qasjen se si do mund të vihet në punë, më mirë themi, shtylla e dytë ose kolona e dytë e pensioneve, pasi ligji, ne kemi pasur një ligj në 2005 për hir të faktit, e cila në një farë mënyrë mundsoi, ai mund të quhet një moment revolucionarizues, më mirë themi, në hapjen e skemës, më mirë themi, të pensioneve që lejoi krijimin e tre shtyllave, pra ose ekzistencën, më mirë themi, të tre shtyllave, pra shtylla e parë që ka të bëjë me sigurimin e detyrueshëm, pra ajo që është shtylla sociale, më mirë themi, që e ka çdo vend, çdo shtet, por mungonte shtylla e dytë dhe e tretë. Ky ligj i 2005-s e hapi, më mirë themi, këtë lloj mundësie për të
për të shfrytzuar në një farë mënyrë, jo vetëm nga sipërmarrja, por edhe nga individët për të menduar për një shtesë, më mirë them, për një plus në pensionin e tyre. Për fat keq, skema është pak a shumë po aty ku është, pra nuk është se ka ndonjë edhe ligji 2023, nuk është se me lehtësit ose nxitjet fiskale që mundohet skema të mund të avërin aktivisht në lëvizje. Për fat keq, ekonomia, sipërmarrja dhe institucionet e ardhshme për qytetarët shqiptar nuk lëviz me ligj, po lëviz me angazhim. Çfarë thotë? Kjo thotë që edhe këtu nuk kam pse të jemi të parë që të bëjmë këtë lloj lëvizje ose të jemi krijues në këtë gjë, pasi mjafton të kopjojmë Maqedoninë e Veriut ose të ndjekim në një farë mënyrë rrugën që ata kanë ndjekur, të themi diku mbas vitit 2014 ose 15 që psoi edhe në Maqedoninë e Veriut një reformë thellë pensionesh, e cila pa në dritë, ose me thënë doli në dritë, pikërisht qasja proaktive e qeverisë Maqedonisë Veriut, për t'i dhënë rrugë, ose për t'i dhënë jetë dhe frymë krijimit dhe funksionimit të shtyllës dytë të pensioneve. Pra, nuk mjafton vetëm një ligj i cili nxiste nga pikpamja fiskale angazhimin, më mirë them, qytetarëve ose pjesëmarrjen masive qytetarëve në shtyllën e dytë pensioneve, por u bë me ligj. Pra, qasja çfarë do të thotë? Do të thotë që nga shtylla e parë, pra që është e detyrueshme, qeveria me ligj vendosin në mënyrë vullnetare, pra të shkëpuste një pjesë të këtyre kontributeve të detyrueshme, pra i hoqi si me thik, si me i pre me thik me heq, pra 3 deri në 5% të totalit kontribut, pra po themi, nëse kontributi është një 20%, 15% mbetet në shtyllën e parë, pra derdhen në buxhetin e shtetit, ndërkohë 3 deri në 5% të kësaj pjese kalon në llogarinë private të çdo qytetari që paguan zyrtarisht sigurime. Pra, dhe sigurisht e kjo pjesa, po themi, 35% që përmbahet si pjesa që mbahet nga paga bruto e qytetarit dhe kontributi nga vetë korporata, institucioni ose punëdhënësi. Dhe kjo ka një të mirë sepse plotëson, më themi, 2 objektiva. E para, siguron pjesëmarrje të detyrueshme të gjithë qytetarëve që janë të siguruar, dhe automatikisht të gjithë punëmarrësve të cilët janë të detyruar të paguajnë dhe të derdhin sigurime, dhe nga ana tjetër krijon një bazë shumë të mirë investuese, e cila përkthehet mbas 30-40 vitesh ose 25 vitesh kontribute në një shport shumë të madhe të ardhurash, e cila i vjen shumë në ndihmë qytetarit mbasi ai arrin ose del në pension, pa plotëson në mënyrë thelbësore pensionin bazë që ai merr nga shteti. Dhe në raste të caktuara, ky pension suplementar ose shtesë privat mund të jetë ose i barabartë ose ndoshta edhe më i madh se sa pensioni privat. Pra, në një farë mënyre Shqipëria arriti deri te dera, pra miratoi këtë ligjin që ka, thash, ca rregullime jo vetëm thjesht në këndvështrimin sasior dhe të lehtësive ose të nxitësve fiskal, por ka dhe element tjerë regulator dhe të menaxhimit të riskut që duheshin adresuar dhe janë adresuar mirë, por ka mbetur këtu. Pra, qeveria nuk e ka shtyr ose nuk e ka vënë në punë. Sigurisht dikush mund të thotë pse duhet patjetër qeveria, sepse mënyra se si ndërtohen dhe si janë ndërtuar institucionet në Shqipëri, tregjet në Shqipëri, dhe vetë edukimi dhe kultura financiare e qytetarëve shqiptar nuk lën hapësira për t'ia lënë tregut këtë lloj vetë rregullimi. Pra, nuk mund të krahasohet qasja në Shqipëri me qasje në Shtetet Bashkuara të Amerikës, në Francë, në Gjermani, në Itali. Pra, kur nuk e bëri Maqedonia e Veriut, që sigurisht edhe në kuadër të ish Jugosllavisë, por edhe në terma të tjerë kanë qenë shumë më e avantazhuar në pikpamjen e zhvillimit ekonomik se sa Shqipëria, kur vetë qytetari i Maqedonisë Veriut nuk ishte shumë familjar dhe nuk bënte pjesë vullnetarisht në këtë skemë, vetvetiu duhet ishte
qeveria ajo që duhet të ndërhynte dhe ndërhyri me të drejtë, më mirë themi në Maqedoninë e Veriut, për ta vënë ajo në lëvizje këtë skemë. Për një krahasim fare tjetër, pse them që janë ngjan shumë me Maqedoninë e Veriut. Nëse marrim të gjithë kontributet e qytetarëve shqiptar në shtyllën e tretë, që është shtylla vullnetare e pensioneve, pra është shtylla ku mbasi kontribon në shtyllën e parë në mënyrë detyrueshme dhe në shtyllën e dytë në mënyrë të detyrueshme me menaxhim privat, ka dhe një shtyllë vullnetare ku personat caktuar, zakonisht me të ardhurat mesme dhe të larta, kanë edhe një burim të tretë. Pra është edhe shtylla e tretë, që është sigurim vullnetar. Po të shikoni, totali të gjithë aktiveve të investuara në shtyllën e tretë të pensioneve në Shqipëri është diku 80 milion euro. 80 milion euro, po. Ndërkohë në Maqedoninë e Veriut, shtylla e tretë e pensioneve është 76 milion dollar. Pra nga pikpamja psikologjike, qasja qytetarëve ndaj pensioneve vullnetare është pothuajse identike si në Shqipëri dhe në Maqedoninë e Veriut. Sigurisht Maqedonia e Veriut ka një popullat relativisht më të vogël, por nëse e përshtasim me numrin e popullatës, jemi aty në qasje, më mirë themi, për sa i përket shtyllës të tretë të pensioneve. Dallimi thelbësor bëhet tek shtylla e dytë. Dhe në shtyllën e dytë, llogarisni, Maqedonia e Veriut, totalin e aktiveve të investuara nga të gjithë shoqëritë e administrimit të fondeve të pensioneve, sot e ka 3 miliard dollar. 3 miliard. 3 miliard dollar për një periudhë kohore 7-8 vjet. Po ne sa e kemi? Zero. Pra nuk ka. Shqipëria nuk ka shtyllë të dytë të pensioneve, pra llogarisni një ekonomi më e vogël se Maqedonia e Veriut. Maqedonia e Veriut një ekonomi më e vogël se sa Shqipëria, me një më të vogël popullate, ka arritur me sukses, pra duke aplikuar qasjen proaktive nga ana e qeverisë në drejtim të vënies në funksionim të shtyllës dytë pension, ka arritur që brenda një periudhe 8 deri në 10 vjeçare të akumulojë vlerë tregu mbi 3 miliard dollar në favor qytetarëve. Dhe kjo e bukura e kësaj është se këto para janë para të qytetarëve, që për asnjë lloj arsye qeveria dhe asnjë institucion tjetër nuk ka akses në këto para. Pra nuk mund të preken këto para. Janë para të qytetarëve të Maqedonisë së Veriut, të cilat sigurisht vinë duke u shtuar, duke u akumuluar, duke u investuar dhe reinvestuar dhe fituar vlerë, dhe kur ata të dalin në pension, do mund të gëzojnë fonde shtesë në pensionin e tyre për te shtyllës parë ose të pensionit social. Profesori, bëri një radiografi thuajse të gjithë sistemit të pensioneve. Si funksionon Italia, për shembull? Si e ka zgjidhur Italia? Se Italia ka një ndër popullsitë më të plakura në perëndim. Për hisë të vërtetës, mua më intereson të flasë për Shqipërinë, se sa të bëj histori për vendet e tjera. Dakord, po edhe marrim shembuj nga vendet e tjera, se nuk është se i bëjmë... Le të flasim për atë çfarë ne mund të bëjmë. Okej, dakord. Sepse nëse do të marrim të analizojmë vendet e tjera, nuk nxjerrim gjë në dritë. Pra shtyllën e dytë ta profesori nuk e kemi fare. Po. Tek shtylla e tretë jemi 80 milion euro aktualisht në 44.000 shqiptar. Çfarë do thotë kjo shifër? Kjo do të thotë që është një shifër e ulët, e cila tregon atë çfarë ne kemi, mungesë të thelluar të dijes, të njohurisë, mungesë të pyeturit dhe të mësuarit se si mund të shfrytëzojmë instrumentat financiare, të pyesim ata që dinë dhe që mund ta këshillojnë, po dhe mediat të bëjnë rolin e vet për të informuar, po dhe institucionet të bëjnë detyrën e vet për të edukuar financiarisht të gjitha pa përjashtim, ku flitet ende për mungesë të një strategjie kombëtare për edukim financiar. Ka institucione sporadike që bëjnë show her pas here, të cilat bëjnë sikur bëjnë edukim financiar dhe pastaj mbyllen fondet e projekteve apo çfarë bëhet dhe ngelet aty ku ishim. Pra, edhe me ligjin e ri, i cili unë përsëri e them, është shumë pozitiv krahasuar me mundësitë që ofron për punëdhënësin, por dhe të punësuarin. Sepse mos harrojmë që dhe punëdhënësi ka mundësi të përfitojë. Duke qenë ai që kontribon në fondin e pensionit, ati automatikisht shuma e vendosur i njëfet si shpenzimi zbritshëm. Pra i zbritet nga barat tatimore. Ne kemi plot subjekte të cilët, apo përflitet kështu pas zë
të cilët i japin para në dorë, ndërkohë që mund të investoni në fonde pensioni. Edhe ato do të njiheshin si shpenzim i zbritshëm. Pra, ideja e të stimuluarit dhe të diturit dhe të informuarit qëndron aty. Shpesh unë e them, problemi qëndron tek vetë ata të cilët duhet edhe kanë detyrë për t'i marketuar dhe për t'i shkruar këto produkte, ndodh që nuk i njohin mirë. Ekonomistët dhe ata që bëjnë pagat në institucionet apo biznese nuk e kanë iden. Mendoj që të pavarësisht se quhen ekonomist apo kanë diplom të tillë, nuk kanë informacion dhe nuk kanë dije. Ndoshta janë ata të parë që duhet të kuptojnë pse. Por duke dhënë dhe motivimin tek sipërmarrësit, tek punëdhënësit, por edhe tek punëmarrësit të cilët gjithashtu kanë përfitim nga kjo. Dhe nuk është nevoja pastaj të presësh për vetëm nga shteti. Absolutisht jam dakord që do ishte shumë më mirë, por e shoh shumë të largët mundësitë që të realizojnë atë çfarë u përfol më parë. Dhe derisa të vijë ajo mundësi, të shfrytëzojmë këto që kemi. Dhe realisht jam i mendimit që të gjithë ata që kanë mundësi të ndjekin emisionin, duhet të kuptojnë të vendosin në punë këto instrumenta që ne i kemi. Zakonisht shqiptarët kursejnë. Mundohen dhe marrin një pagë dhe mundohen të kursejnë diçka nga paga e tyre. Ato parat të cilët vendosin në bankë. Sikur këtë lloj tërheqje të kursimit të mundshëm që ata bëjnë, ta vendosin para se sa të aplikojë detyrimin mbi të ardhurat. Ta vendosin në bankë, ata automatikisht do të fitonin së pari nga efekti tatimor dhe së dyti nga që janë një investim që është më i mirë në kthimin e tij se sa po t'i mbanin në një llogari bankare apo në një depozit. Sepse ndonjëherë mendohet që është produkt investimi, kërkon shumë të mëdha etj. Është shumë e ulët, me 1000 lekë ti mund të kontribosh. Pra duhet të startuar, duhet nisur diçka dhe aty të mëson dhe shikon që do të shikosh interes në këtë lloj investimi. Çdo qytetar, nëse po dëgjon këto momente, ka një pyetje, thotë ç'bëjnë këto fonde pensionesh me paratë e mia dhe pse ti jam unë i sigurt, thotë që t'ia lë këtyre subjekteve nën administrim për dekada të tëra këto para. Kemi parë, për shembull, shohim filmat në Amerikë, nuk po marr si themi teori ekonomike me fondet e private të pensioneve në SBA, por filma gjëra të tjera. Pse duhet jetë i sigurt ky qytetari për që t'ia lërë këtyre subjekteve në dorë administrimin e parave të veta? Pyetja është shumë e drejtë, me shumë vend dhe të njëjtën gjë do t'ju thoja po pse i lënë në bankë. Sepse banka ka një lloj në mentalitet mund të ketë një lloj sigurie më të madhe. Atëherë edhe fondet e pensionit nuk mbahen nga vetë shoqëria që i merr për menaxhim ato fonde. Është një institucion tjetër që quhet depozitari. Dhe është një bankë. Detyrimisht është një bankë, sepse këto janë institucione të licencuara nga autoriteti i mbikëqyrjes financiare. Nuk mund ta bëj këtë lloj veprimtarie kushdo. Që do të thotë, janë të licencuar, janë të rregulluar, janë të mbikëqyrura. Dhe ka disa kritere se ku mund të investohen. Absolutisht jam dakord që jo të gjithë fondet e pensionit kanë të njëjtën qasje ndaj riskut. Pikërisht pra. Sepse mund të kenë ndërto, mund të kenë ndërto të cilat janë më tepër agresiv në strategjinë e investimit për marrjen e riskut. Dhe në këto raste, kur individi kërkon që të vendosi se ku, duhet bërë një analizë, duhet konsultuar me dikë që di, që i njeh produktet. Dhe në fund të fundit, po për të kuptuar dhe njëherë, fondet e pensionit nuk mbahen nga shoqëria ku ti i ke. Ato mbahen në administrim, pra nga një depozitar që është një bankë në Republikën e Shqipërisë, që është e licencuar dhe kjo nga autoriteti i mbikëqyrjes financiare është e rregulluar dhe gjithashtu e mbikëqyrur. Pra kemi të ndarë menaxhimin nga pjesa e ruajtjes së tyre. Pra, ruajtjen e bën banka dhe ky fondi thjesht bën manovra financiare, le të themi, për investimin e tyre në tituj financiar. Për investimin e tyre. Në tituj financiar. Pra, ky është dallimi. Po, por gjithashtu duhet kemi parasysh që fondet e pensionit kanë një tjetër rregullim akoma më prudent në mundësitë e investimit, ndryshe nga fondet e investimit, sepse dhe ato janë të tjera. Fondi i pensionit, duke qenë se ka të bëjë dhe është sensitiv me ndjeshmërinë e investimeve për pensionim të qytetarëve,
atëherë dhe mundësitë e investimit janë më tepër prudente në hapësirat që lejojnë menaxherëve të portofoleve për të investuar ato para. Dhe si e tillë pra ka një mbikëqyrje më të kujdesshme dhe hapësirë mundësie për investim, të cilat kryesisht shkojnë në të mos hyjmë në detaje sepse ngarkojmë kot. Aktualisht, çfarë manovrash financiare bëjnë këto kompanitë fondeve të pensionit shqiptare? Ku i çojnë këto para? Si arrin që të sigurojnë për të normën e inflacionit një rritje më të vogël? Çfarë ndodh? I mendoj që ndoshta kjo nuk i intereson publikut, por gjithsesi. Unë po e pyes sepse ka disa të cilët mund të duajnë që të vinë dhe të investojnë. Dhe të cilin. Pra, ai qytetari i cili është i interesuar për ato para që i fiton me djerës, do ta di, sepse për ndryshe thot, i çoj te SP 500 thot edhe e zgjidh këtë punë. Ase ka iden fare që është SP 500, por ka 100 veta në Shqipëri që duan ta bëjnë këtë lloj gjëje. Pra pikërisht, unë nuk dua të flas për ata të 100, unë dua të flas për qindra mijëra të punësuar, të cilët kanë mundësi që të investojnë për veten e tyre në një moment të ti përfitojnë ato në një moment tjetër, me kthim të investimit. Ku ato investohen, ka ligji dhe rregullore përkatëse e AMF-s ka të përcaktuar titujt financiar dhe mundësit që ti ku do të investosh këto fonde. Pra nuk është e lirë që menaxheri portofolit të bëjë çfarë të dojë. Dhe ai të investoj ku ai mendon apo në produkte të cilat janë me risk të lartë. E qartë, prandaj s'do të hyj më në tepër detaje teknike për mos e bërë lodhshme për audiencë. Profesor, ju jeni në auditor. Keni qindra dhe qindra student që kanë dalë nga auditori juaj. Do ua sugjeroni dhe si do ua sugjeroni studentëve tuaj? Nesër do dalin në punë, do t'i thoni të shkojnë te këto? Natyrisht në pjesën ku unë dhe lektoroj kam të bëj drejt për drejt me këtë temë, pra një nga temat më mirëthemi të leksioneve ka të bëj pikërisht me menaxhimin e skemave të pensioneve ose e ekzistencën dhe përdorimin e skemave private të pension, pra nuk vetë fjalë për shtyllën sociale, por për pjesën e shtyllës së dytë dhe të tretë. Dhe patjetër ajo çka lektoroj me forcë ose që mundohem më mirëthemi jo të bind, po edhe të mësoj dhe të edukoj, ka të bëj pikërisht me përshtatshmërinë, efikasitetin që kanë dhe duhet të kenë këto skema edhe në rastin e individit ose të konsumatorit shqiptar. Teknikisht nuk ka asnjë lloj pengese ligjore, pasi deri vonë mund të konsideroj fakti që nuk ka një rregullim të plot ose shumë përshtatshëm ligjor, përkundrazi Shqipëria ka vite që ka një nga legjislacionet e mira ose më them moderne dhe shumë nxitës ose më mirë themi lehtësues për të marrë pjesë në shtyllën e 2 dhe 3 të pensioneve, por thash edhe një herë, qasja dhe mentaliteti i edukimi që është shumë i rëndësishëm, ka rolin e vetë. Sigurisht që edukimin ne e bëjmë çdo ditë në auditor, por nuk mjafton, është e drejta që thotë zoti Rdibaj. Shqipëria ende nuk ka të strukturuar dhe të vënë në eficiencë një strategji kombëtare të edukimit financiar, është folur shumë, ka projekte akoma në procese sipër. Aktualisht kemi vetëm, po themi, Bankën e Shqipërisë, e cila me atë mandat të saj, që të cilin nuk e ka të gjerë, domethënë ka mandat specifik dhe në fushën e vetë, ka bërë aq sa mund të bëjë, domethënë dhe nuk mund shkoj përtej rolit të saj, pra mbulon pjesën e saj që lidhet ekskluzivisht më mirë themi me sektorin bankar, pra është detyra autoritetin mbi shërbim financiare, por dhe Ministrisë Arsimit, sepse duhet të jetë patjetër partneri shtetëror ose qeveritar i cili e vë, si thosh, në plan dhe në fokus pjesën e strategjisë kombëtare të edukimit financiar, dhe edukimi financiar nuk ka të bëjë thjesht me impostimin ose më mirë themi me hedhjen në publik ose futjen, injektimin publik të atyre dijeve bazike financiare, por sa këto dije që jepen direkt ose indirekt, qoftë në kurrikulat e shkollës, qoftë me emisione ndryshme ose me qasje të ndryshme me marketing ose informuese, përkthehen në hapa praktik. Pra, marketingu më i mirë mendoj se do ishte pikërisht kjo sipërmarrje nga ana e qeverisë shqiptare, të presim, nëse do të kemi mbas krijimit të qeverisë së re, nëse do kemi një sipërmarrje revolucionarizuese nga ana e qeverisë në këndvështrimin e ndjekjes
të asaj çfarë është bërë në Maqedoninë e Veriut. Dhe në Maqedoninë e Veriut nuk është vetëm rast, se edhe në Kroaci është bërë diçka e tillë. Vetëm ne dhe Serbia nuk jemi. Pra s'jemi të vetmit, por ngjajmë me ato që s'duhet të ngjajmë, domethënë, vetëm ne s'kemi. Të tepra ngjajmë në shumë element ngjajmë, nuk di pse ngjajmë, po ngjajmë për të keq, jo për të mirë. Pra të bashkëndarjes të detyrimit të pagimit sigurimeve shoqërore, pra sigurimet shoqërore të detyrueshme që paguhen nga punëdhënësit dhe punëmarrësit, të mund të ndahen, ku sigurisht pjesa më e madhe shkon në buxhetin e shtetit, por një pjesë, të themi 10, 15 ose 20% e kësaj pjese që mblidhet në mënyrë të detyrueshme, kalohet në llogaritë personale të investimit të secilit qytetar që kontribon. Ky është thelbi i ndërtimit nga shteti ose qeveria i shtyllës së dytë të pensioneve. Nëse do ja lëm tregut shtyllën e dytë të pensioneve, nuk do bëhet kurrë. Është njësoj si të miratosh një ligj për detyrimet timore, taksat, dhe zyrat e taksave ose drejtoria e përgjithshme e timeve, të rri dhe të presi që qytetarët, firmat të paguajnë aktivisht dhe mos marrë asnjë mas, dhe thot, si dush, dash paguaj, dash mos paguaj, detyrimin e ke. Dhe mos kesh asnjë kundërmas që nëse s'paguan ose llogarisë një bankë që ka dhënë një hua dhe as i intereson fare se çfarë po bën klienti me kredin muajin e parë, muajin e dytë, muajin e 7, muajin e 20, ai mund të ketë 10 muaj pa paguar dhe banka të rrinë në zyrë, ai punojës i bankës dhe thot ai e ka detyrimin për të paguar çdo muaj huan dhe unë pres. Pra, qeveria shqiptare është në këtë rol. Pra, ju ka vënë ligjin përpara shqiptarëve, punëdhënësve, punëmarrësve, ja ku është ligji, bëni çfarë doni. Nuk është kjo qasja në Shqipëri, sepse nuk është ekonomia e tillë, nuk janë institucionet, nuk janë tregjet të përgatitura, nuk është qytetari shqiptar vetë i përgatitur për në këtë moment që t'i japësh vetëm ligjin dhe ai të ketë detyrimin ose ndërgjegjësimin që po kjo është shumë e mirë dhe hajde ta bëjmë. Shumë e drejta që juve thatë në përsa i përket sigurisë që një qytetar shqiptar mund perceptoj ose pasigurisë që mund perceptoj për këto institucione të reja, qasje të reja që lidhen me investime që janë sigurisht janë më sofistikuara se sa thjesht duke i lënë parat në bank apo duke investuar drejt për drejt në bonët thesarit e kështu me radhë. Sigurisht në vime dhe sa që tha zoti Ribaj, autoriteti mbikëqyrjes financiare ka përcaktuar një listë të lejuar të investimeve nga këto fonde dhe kjo lista është e kufizuar vetëm në asete ose aktive financiare cilësore. Çfarë do të thotë me aktive financiare cilësore? Të cilat kanë një rrezik o afër zeros o teorikisht zero, sepse zero nuk ka, por jo shumë afër zeros. Pra kryesisht në instrumenta qeveritar, afat shkurtër dhe afat gjatë, por kryesisht afat gjatë dhe shumë të selektuara ose shumë të kufizuara që lidhen me letrat me vlerë private, kryesisht të subjekteve të huaja, jo shqiptare, pra në një farë mënyre për vetë ndjeshmërinë që ka dhe rrezikun që perceptohet në rastin e investimit të kursimeve të jetës dhe duke mos pasur në dallim me bankën ku sigurisht fondi i pensioneve nuk paguan për sigurimin e këtyre investimeve, siç paguajnë bankat për sigurimin e depozitave, pikërisht vendosen kufizime të tilla në gamën e investimeve në mënyrë që ai qytetari ose investitori i cili ka vënë këto para në mënyrë të përmuajshme të jetë i sigurt dhe i bindur që këto investime nuk shkojnë kuturu. Pra këto para nuk përdoren në mënyrë të pa autorizuar, të pa identifikuar dhe pa plan. Për më tepër që në mënyrë se si funksionon një fond privat pensioni, parat janë qytetarit, ashtu sikundër parat në bank janë qytetarit, dhe ashtu sikundër online një qytetar mund të kontrollojnë në çdo moment llogarinë e tij bankare, e njëjta gjë vlen dhe në rastin e vlerës së investimeve të fondit të tip privat. Ai ka mundësi dhe fondi është i detyruar t'ia vëri në dispozicion 24/7 gjendjen dhe balancën e investimit të tij pra pranë fondit privat. Pra, edhe në Shqipëri mos krijohet bindje sikur nuk ka rregulla, përkundrazi
institucionet të mbikëqyrëse të tregut financiar shqiptar janë më konservatorë se ç'duhet dhe tregu shqiptar shquhet për mbi rregullim. Pra nëse do të krahasohemi me tregjet të tjera, tregjet në Shqipëri janë të mbi rregulluar ose të ngarkuar më rënd se ç'duhet, pra se mund pranohet, domethënë, me aspekte rregullatore pikërisht duke u nisur nga stadi aktual i zhvillimit, më mirë themi, të tregut, i sofistikimit të tregut dhe i vetë stadit të zhvillimit, më mirë themi, të edukimit dhe dijes financiare. E qartë, po flasim sa i përket opsioneve të pensioneve private. Jam me profesor Mekën, gjithashtu edhe zotin Artur Ribaj. Zotin Ribaj, për të ndalur pak tek një llogaritje e thjeshtë për një qytetar që po të ndëgjon në këtë moment. Kemi një djalë apo një vajzë 30 vjeç. Është në punë, ka një rrogë mesatare 800 apo 1 milion lek, po e zemi lek të vjetra. Çfarë përfiton nëse fillon të investojë nga ky muaj apo muajin tjetër tek pensionet private? Sa mund të investojë dhe çfarë përfiton, po themi, kur del në pension? Për të bërë një përllogaritje do duhet që të dija dhe ushtrimin ta kisha të zgjidhur për të thënë shifrat, por parafërsisht do mundohem të jap benefitet se çfarë ka. Së pari njëherë duhet të parë secili individ ka një plan të vetin nevojash, të mundësive që ai ka për të kursyer. Për këdo që ka mundësi të kursej në muaj, për këdo, jo vetëm për të djalin apo për të tjerë, po për këdo, do të thoja para se sa të kursej, do të shofi pagën e vetë dhe të zbresi 2.000, 3.000, 5.000, unë flas gjithmonë me të reja, apo 10.000 lek, të cilat automatikisht i çojnë në fondin e pensionit. Automatikisht vetëm për këtë, ai shmanget detyrimeve tatimore, që do t'ja jepte shtetit. Pra së pari, fiton atë 10% apo 15% apo 23% zbritje, pra përfitim të shumës të cilën do t'ja jepte shtetit taksa. Dhe këtë e ka përfitim automatik direkt në investimin që bën. Pas investimeve, që këto zakonisht janë investime afatgjata, dhe nëse le të themi mund të ruash një kuotë tek 10.000 lekësh në muaj, për një të ri apo të re, në periudhën e pensionimit, shumat e investuara i dyfishohen pothuajse. Në bazë ushtrimeve të bëra të thjeshta, ato shkojnë drejt dyfishimit. Pra sepse janë investime që shkojnë 15 vjet, 20 vjet. Edhe produktet, instrumentat financiare të cilat investon afatgjat, kanë dhe norma kthimi më të mira, më të larta. Dhe përsëri në dalje, ata nuk do ta paguajnë atë detyrimin tatimor që ju shmangën shtetit. Por do të kenë tërheqje të pensionit që ata vendosin dhe shuma vazhdon të jetë investuar. Pra edhe pas momentit që ai do fillojë të tërheqi pensionin muaj për muaj, shuma vazhdon të jetë në skem dhe investohet dhe jep përfitim. Prandaj i lidh shumë me pjesën e kursimit. Për këdo që ka mundësi dhe mendon, dhe zakonisht shqiptarët e kanë këtë dhe kjo është gjë shumë e mirë përvlerësuar, mundohen të kursejnë dhe të vendosin të mbajnë para në bank, atëherë ekziston mundësia që ti ta bësh këtë gjë para se sa të marrësh pagën në automat apo në llogari bankare, direkt e biznesi aty ku je kërkon dhe ke të drejtën që ta jep ligji, që ti një pjesë të kësaj page ta çosh të investosh në skemat e fondeve të pensionit. Skema parashikon edhe nxitjen e kompanive për të antarësuar punonjësit e tyre në për skemat e pensionit privat. Si bëhet kjo dhe çfarë lehtësie u ofron kompanive? Ne kemi deri tani diku te 380 kompani biznese të cilat janë përfshirë vetë. Janë ato që kontribuojnë në fondet e pensionit privat. Janë ato të cilat paguajnë për punonjësit e tyre. Çfarë përfitimi ka kompania në këtë rast? Shumë pyetje bukur dhe është përfitimi është automatik direkt, ku shuma e dhënë për këta punonjës është shumë të cila i shmanget detyrimeve tatimore. Ne quajmë njihet si shpenzim i zbritshëm. Dhe ai nuk, pra ka mundësinë ti shmanget detyrimet tatimore duke motivuar punonjësin e vet, duke mbajtur të lidhur punonjësin me institucionin, sepse ka mundësi gjithashtu që dhe skema e njeh, atë që quhet retrieve, pra në rast se ti e thyen kontratën pas të vendosin një kontratë 5 vjeçare dhe ti ikën para kësaj periudhe, atëherë kompania, punëdhënësi i cili ka kontribuar për ty, ka të drejtën të ta heqë këtë lloj shume të dhënë. Pra krijon mundësinë e ruajtjes dhe mbajtjes të motivuar të stafit për punuar në afatgjat. Po gjithashtu bën dhe diferencë nga kompanitë tjera që nuk po e bëjnë këtë gjë.
Pra është një incentiv për të motivuar staf të mirë, kualitativ, për të sjellë dhe për të marrë në kompaninë e vet. Rrit reputacionin e kompanisë. Përveç se ka përfitimet fiskale, që ju a thash më parë. Ka dhe mundësitë e tjera që kontribon për stafin e vet, i motivon më mirë, ka mundësi të rreqë ata më të mirët dhe njëkohësisht të mbaj të lidhur pas kompanisë së vet, pikërisht këtë lloj stafi që investon. 300 kompani mos gabojmë. 380. 380. Çfarë profili kanë kryesisht to kompani, zoti Riba? Profilet janë të ndryshme, kryesisht janë institucione financiare, kryesisht të institucione financiare me të pakta nuk janë shumë, por ka dhe korporata, të cilat kanë vendosur të përfshin stafin e tyre në këto lloj skemash. Dhe ka dhe bizneset vogla, ka dhe bizneset familjare. Pra, mundësia nëse individi arrin të kuptoj përfitimet, atëherë do të jetë, jam i sigurt të jetë i motivuar që këtë ta aplikoj dhe ta bëj. Pasi, e kemi mundësin e transparencës, ku ti në qoftë se je pjesë e skemës së fondit pensionit, ti ke mundësi ta shikosh atë online për ditë ecurinë dhe mbarvajtjen e tij. Duke të dhënë mundësin që ti të kesh pikërisht një qartësi se çfarë po ndodh me paratë tua. Nuk është se ato mbyllen diku dhe ti s'e ke idenë se si po performojnë. Dhe duke sjellë një herë në vëmendje kujdesin që është bërë kur është hartuar kuadri regulator i mbarshëm, ku kemi ndar menaxhimin nga depozitari, sepse ekspertë huaj ndonjëherë ata sjellin praktika dhe unë them që ne kemi shumë më mirë, kështu siç i kemi deri më tash. Kërkonin që t'i bëni bashkë. Pra një bank që ka një fond pensionit kishte edhe depozitarin. Por u këmbgul që këto t'ishin të shkëputura. Pra krijoi një check and balance të ecurisë dhe të mbarvajtjes së së tyre. Për më shumë siguri. Por, profesor, shumë interesante kjo që tha edhe zoti Ribaj, por kemi qenë së bashku kur kryeministri tha që fajin pse s'kemi pensione të mira e kanë bizneset. Dhe mori dhe policinë me vete, donte ta zgjidhte këtë punë me polici. Tani zoti Ribaj po thotë shumë e thjesht, bizneset të kompanit vinë tek pensioni privat dhe e zgjidhin këtë lloj çështje dhe e lidhin dhe më shumë punonjësin me punëdhënësin me punëmarrësin. Pse nuk ka interes kaq të madh nga bizneset tona? Natyrisht kur flasim për nivelin e dijeve dhe të njohurinë financiare të popullatës ose qytetarë shqiptar, këtu nuk mund të lëm pa përfshirë edhe ata që menaxhojnë bizneset ose ata që janë pronarë të bizneseve, madje në mënyrë ndoshta jo diskriminuese, por niveli mesatari i përgatitjes dhe dijes financiare si përmarrësit shqiptar është shumë për dëshiruar në këndvështrimin e njohurive dhe informacioneve që kanë për investimet financiare. Nuk vlen ajo shpreha, profesor, për sa kohë ka bërë para di diçka? Sigurisht ai di, po ka shumë mënyra dhe rrugë për të bërë para. Për më tepër në Shqipëri rregulli është përjashtim dhe përjashtimi është rregull. Pra, në Shqipëri nuk vlen rregulli mos më pyet si e bëra milionin e parë, mos më pyet asnjëherë se si i bëj parat dhe miliardat, jo milionat. Por kjo është çështje tjetër. Pra, kur flasim për aspektin që pse kompanitë shqiptare nuk janë të motivuara ose të ndërgjegjësuara për ta ndjekur ose për të bërë pjesë e kësaj skeme me gjithë lehtësitë që ofron dhe përparësitë që ofron skema, pika e parë ka të bëjë me vetë dijen dhe edukim financiar të pronarëve dhe sipërmarrësve, që është një pikë shumë e rëndësishme që pra, më përpara se të çojmë shkollë fëmijët duhet të çojmë sipërmarrësit një herë. Se në Shqipëri sipërmarrësit janë bërë jashtë dijes, domethënë tani flasim faktet që janë, jo çfarë duam të dëgjojmë. E dyta ka të bëjë me nivelin e informalitetit në ekonominë shqiptare, e cila ushtron presion dhe në nivelin e konkurrencës. Pra ka shtrembrim të konkurrencës se ka informalitet. Nga ana tjetër, sigurisht gjithë kompanitë, jo vetëm në Shqipëri, por në gjithë botën, përpiqen të minimizojnë koston e stafit, sepse kjo është një kosto që duhet paguar. Megjithatë, unë e thash edhe pak përpara që si një periudhë tranzitore mund të mendohet dhe duhet menduar që një rol më proaktiv i qeverisë duke bashkëndar, pra duke ndar shtyllën e parë në dy shtylla. Pra ku pjesën dërmuese vazhdon ta ruaj shtylla e parë, ta trashëgoj shtylla e parë, por ndërkohë shteti ndan me vullnet një pjesë, pra një porcion të kësaj shtyllës parë e veçon si shtyllë të dytë duke ruajtur thelbin, pasi duhet të jetë qartë që shtylla e dytë e pensioneve nënkupton
kontribute të detyrueshme nga të dy palët, pra punëdhënësi dhe punëmarrësi, por menaxhim privat. Pra janë para të cilat kanë komponenten e detyrimit si shtylla e parë, pra si sigurimet shoqërore të detyrueshme, por thelbi që i ndan shtylën e parë me shtylën e dytë është menaxhimi privat. Pra këto para që mblidhen në mënyrë të detyrueshme, pra në mënyrë statutore, nuk derdhen më në buxhetin e shtetit, por derdhen në llogarinë private të investimit të secilit kontribus, dhe këto para menaxhohen në mënyrë private dhe profesionale nga fondet private të pensioneve. Dhe përfitimi i shkon ekskluzivisht personit, qytetarit, individit i cili bën pjesë në këtë skemë. Pra ky është një dallim thelbësor midis shtyllës parë dhe shtyllës dytë. Shteti, qeveria mund të bëhet dhe duhet bëhet në Shqipëri, nuk ka rrugë tjetër për të ecur. Shpejt flas, se ne mund të presim edhe 20 vjet, 30 vjet, 100 vjet. Ajo që ne kemi më lirë në Shqipëri është koha. Kohën e kemi pa kufizim, pa çmim, vetëm në Shqipëri nuk vlen termi koha është flori. Koha është asgjë në Shqipëri, nuk vlen. Pse kohën e kemi pash, mund ta harxojmë si të duam dhe sa të duam. Por është shumë e rëndësishme të kuptojmë edhe një fakt tjetër. Ajo çfarë do bëhet sot dhe do të sipërmerret nga qeveria shqiptare, efektin do ta ketë minimumin mbas 15-20 vjetësh, sepse reformat që kanë të bëjnë me pjesën e skemës pensioneve, sidomos pjesën private të pensioneve, efektet i kanë shumë afatgjata. Pasi minimalisht periudha aktive e punësimit mund të shkojë 35, 40, 45 vjet. Por minimalisht i mund të kapësh këtë efekt në 15 ose 20 vite, që nga momenti më mirëthemi i ndërhyrjes ose i asaj qasjes të ashtu quajtur revolucionare. Sigurisht fatkeqësia që shoqëron reformat e pensioneve ose ndërhyrjet e forta në skemat e pensioneve është se efekti pozitiv i këtyre skemave shkon përtej mandateve qeveritare 4 vjeçare. Pra shkojnë 15, 20, 25 vjet. Pra një qeveri që ndërmerr sot një reformë të tillë nuk ka garancinë që do ta shijoj ose do ta përdor si element marketingut vet politik këtë qasjen e mirë ose më mirë themi efektin e mirë të kësaj skeme, sepse efekti do të jetë mbas 4 ose 5 mandateve të tjera qeveritare. Sigurisht, nëse mund kemi një qeveri që mund të rrijë edhe për një 5 mandate tjera, është e sigurt që po e bëri sot, i merr më mirë themi këto lloj. Për ta mbyllur semin në momentet e fundit, profesori po e vë gjithmonë theksin tek një lloj nxitje edhe shtetërore. Sheh që duhet një gjë e tillë dhe si mund të nxitet më tej. Atëherë, para se të jap komentin ti për këtë, për të dhënë një përgjigje të shkurtër për kalkulimet që bëra për sa më the, vetëm nga evazioni që ai mund të shkaktojë, në harkun e 10 vjetëve fiton 8.000 euro, jo investimi. Pra vetëm shmangja e detyrimeve tatimore, jo evazion për të qenë evazion ligjshëm, e them me gjuhën e popullit, për t'ju kuptuar, normalisht sepse kjo është skemë që njihet në çdo vend dhe vendet e zhvilluara, sërse shpikëm këtu. Normalisht është marrë nga Amerikë, Kanada e tjerë, që të cilët e aplikojnë, por thjesht nga shmangja, atje ku unë jam kualifikuar kështu e thërrisnim, që ti bëje portofolin e investimit për t'ju shmangur, detyrimet tatimore, dhe është mëse korrekte dhe ligjore. Pra, në 10 vjet? Në 10 vjet, vetëm nga shmangja ti përfiton 8.000 euro. 8.000 euro, okej. Pa përfshirë këtu investimin tënd që ke bërë dhe kthimin nga investimi. Është tjetër histori. Vetëm nga shmangja detyrimeve ti përfiton 8.000 euro. 8.000 euro. Nëse vendos minimumin e investimit që lejon, 40.000 lekë. 40.000 lekë. Tani duhet të ketë një lloj nxitjeje le të themi nga aparati shtetëror sa i përket kësaj çështjeje. Unë jam kundër me thënë të drejtën. Unë kur bëhet fjalë që kërkohet të ndërhyjë shteti dhe të bëj presion shteti, gjithmonë kam dyshimin diçka ka që nuk do funksionojë aty. Jam më tepër vetë institucionet përkatëse, vetë shoqëritë administrimit fondeve që janë në këtë biznes, vetë individët duhet jenë të motivuar dhe të interesuar ta kuptojnë. Dhe më shumë shpresoj nga individët dhe bizneset familjare sesa nga korporatat, të cilët janë përfshirë në investime që nuk e din ku i kanë dhe thonë fitova 5, ndërkohë ka fituar 1, pra më shumë
mburren se sa mund të kenë, për të mbajtur një reputacion dhe një imazh të tillë, dhe besoj se këtë skem dhe përfitime do t'i kuptojnë më mirë vetë individët, bizneset e vogla, SME-t, bizneset familjare dhe të punësuarit ta kërkojnë këtë gjë. Ta kërkojnë këtë gjë tek punëdhënësit e vetë, e kanë detyrim për t'i zbatuar. Ndërkohë që nëse ne do të lëmë të ndërhyjë shteti, gjithmonë unë kur kam vënë re që shteti kërkon të imponoj, në arritet barra më shumë për të paguar. E kuptoj. Ishte kënaqësi që të kisha në studio zoti Ribaj. Faleminderit. Profesor, kënaqësi që ju kisha në studio. Faleminderit. Zonja Zotrinj, faleminderit për vëmendjen, bashkë mirupafshim.